Prokuria e posaçme ka zgjatur me 3 muaj afatin e hetimeve ndaj ish-zëvendës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës Belinda Balluku, e cila ndodhet nën hetim për disa vepra penale të dyshuara. Hetimi SPAK lidhet fillimisht me akuzën për shkelje të barazisë në tendera, konkretisht për procedurën e ndërtimit të tunelit të Llogaras dhe tenderat për lotët e Unazës së Madhe. Me 4 qershor, prokuria e posaçme bëri të ditur se hetimi ishte zgjeruar dhe me akuza për korrupsion dhe pastrim parash të lidhura me periudhën kur Balluku bante postin e drejtoreshës së Alpkontrollit. Në kuadër të hetimeve, SPAK vendosi dhe sekuestrimin e një vile në Dhërmi, për të cilat prokuria pretendon se zotërohet në mënyrë të tërthort nga Balluku përmes një personi tjetër dhe se ka dyshime për origjinën e pasurisë. Sipas organit posaçëm, hetimet lidhen edhe me procedurën e tenderit për rikonstruksionin e godinës teknologjike të Alpkontrollit për përmirësimin e kushteve të saj me një fond limit prej 88 milion lekësh dhe një shtesë kontraktuale për 14 milion lekësh. Zgjatja e hetimeve prek gjithashtu edhe 2 ish-vartës të Ballukut, Eral Delezin, drejtuesi i keshit, dhe Gentia Ingjyli nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, të cilët janë pjesë e procedimit penal. Ndërkohë, pak ditë më parë, gjykata e lartë rrëzoi rekursin e bërë nga Balluku për heqjen e masës së pezullimit nga detyra dhe bllokim të pasaportës, duke lënë në fuqi vendimin e mëparshëm të gjykatës. SPAK pritet të vijojë veprimet hetimore për mbledhjen e provave dhe sqarimin e plotë të përgjegjësive të personave në hetim.